Mirëmbrëma gjithëve. Na lejoni që të shfrytëzojmë rastin dhe të ftojmë të gjithë ata që kanë votuar sot në orën 23 na bashkëngjiten në sheshin Skënderbeu për festën e kësaj fitoreje të madhe. Vetëm numrin e votave të vendosur apo të partive tjera. Po 44 është në nivel vendi, të shohim tash numrin e votave nga mërgata që vinë, në bazë të gjitha projekcioneve, koalicioni vetë vendosja i ka votat e mjaftueshme që vetë me bë prapë qeverinë e radhës. Shihemi në sheshin e fitores edhe përgëzime për gjithë juve që e keni ndjekur. Kjo është një, të thotë, qysh me thonë, një preludiju që nuk do të thotë që do të jetë i vërtet, unë jam i bindën, po pyetja juve është suggestive. Jo, kryeministri e detyrë para një muaji, ka paralajmëruar të shkojmë në zgjedhje, pas zgjedhje. Unë nuk e di, unë jam i bindën që vendit nuk do të shkojë në zgjedhje, edhe përfundimisht unë mendoj që në skenën politike duhet me u rikthy racionalitetit edhe leximit të rezultateve zgjedhore. Prap koalicioni vetëvendosës dhe Albin Kurti ka fituar besimin e qytetarëve për të qenë kryeministri i vendit. Për të tjerat deklarohet kryeministri Kurti. Rezultati është fantastik. 3 herë radhazi për një vit e diçka ne kemi fituar. Do thotë rezultati është fantastik, është shumë i bukur. 51 që i keni pas, keni pritur më shumë me rritje. Ne kemi pritur që kemi me fitu, shihemi tek pjesa e sheshit, kryeministri do të ketë edhe konferencë me sa diunë për media ku kemi bë publike edhe qëndrimet edhe do të keni rastin me pyet. Faleminderit shumë. Zonargjo, si kemi parë shëndetje, të sheshit ludem, qeveria 4, qeveria Kurti 4, shumë shpejt do të bëhet. Komentoni rezultatet. Zoti Steqa, si komentoni rezultatet? Si komentoni rezultatet të shesha.